Atëherë zoti Alibi luajt ndeshja parë ligës së konferencës, barazim 1-1, si e pat Elbasanin dhe si e prisni. Elbasanin, me thënë drejtën, nuk jesh në stadium, e pash në televizor, se jam më i qetë kur e shoh ashtu. U paraqit mirë. Rezultati nuk ishte shumë i kënaqur, se me një barazim është e diskutueshme ndeshja atje. Po mendoj, inshallah, atje mund të marrim një fitore edhe të kualifikohemi. Me atë që pat në Pulzë, domethënë, sa shanse jep në skuadrë për kualifikim? Për mua ishin ndeshje mesatare. Edhe ndeshjet e para zakonisht me këto blerje që kanë bërë nuk janë tregues. Po mendoj që Elbasani ka nevojë për disa lojtarë tjerë, sidomos në sektorin e sulmit, edhe në një mbrojtës, për shembull të jetë 7 lart, sepse i kanë ikë 2 lojtarë shumë që kanë qenë në qendër. Portieri për shembull për mendimin tim është portier me dhëna shumë të mira. Vetë kuptohet që ndeshjet e para kështu janë. Mendoj që në të ardhmen ekipi do të mendojë edhe që të fuqizohet aty, sidomos në mes fushë dhe në sulm. Beson që do të jetë sërish pretendent Elbasani këtë vit? Në qoftë se do bëj blerje, mendoj që do jetë pretendent. Se ekipet e tjera po fuqizohen dhe po kanë blerë lojtarë shumë të mirë.